Dua që takojmë pak Brigitte dhe Paula Powers. Tani këto janë një çift motrash binjake, cilat vetëm pak ditë më parë kanë qenë dëshmitare të një grabitje që ka ndodhur në Australi. Nuk e di nëse e keni parë këtë. Është jashtëzakonshme. Është jashtëzakonshme. Edhe janë bërë virale në të gjithë botën, aq shumë janë bërë virale se i kanë marrë në një emision tjetër pastaj vetëm për t'i pyetur. Po dua që ta dëgjojmë edhe ta shikojmë kur këto flasin për kamerat. Se diçka janë të mëdha në moshë? Janë të mëdha në moshë, janë gra të rritura, po do të dëgjoni një moment. We said, oh no, another car accident. So we dropped everything and we went running out the front. We seen mum running out from the house up there. And then another car was pulling up and checking to see if the person was okay. And one guy, he was up there with our mum, and he went up there and he was coming back down towards us, and he goes, run, he's got a gun. And our heart started to pound, and I said, oh mum, where's mum? And poor mum was stuck. Ideja është, ato flasin të njëjtat fjalë. Edhe nuk bëjnë kastile, nuk bëjnë kot. A shumë flasin gjithkohë? Në intervistën tjetër që kanë dhënë, se kam gati këtu, por kur kanë folur sërish për mediat, se njerëzit janë habitur, ato flasin në sinkron. Po mos i merrni bashkë, më merrni veç e veç. Veç po ato janë mësuar të flasin kështu dhe thonë kur ne përpiqemi që të flasim ndryshe, nuk flasin dot. Nuk flasim dot, domethënë e kanë, po them kota, se di si përgjigjen, po e kanë genetike apo ato janë ato kanë të njëjtat gene praktikisht sepse janë binjake. Kishte momente për shembull që bësh te njëra zëri kryesor dhe tjetra bësh ti çik si bek vokal. Pastaj bënte pak pushim. Kanë habitur gjithë botën sepse kjo nuk është diçka për cilën ata shtiren. Duket sikur kanë binjake më. 2 zemra, 2 mëlçi, 2 veshka, e ku diun se çfarë. Po truri sikur është vetëm një. Thjesht i ndar në dy persona. Sa mirë që punojnë në radio. Të dy. Dëgjoj një moment. E kam fatallje. Edhe një moment tjetër, mund ta ngrem një çast. And then we seen heaps of people running into our facility here and our house yard. Our house yard as well, and they were hiding in there too. Mirë, tjetra ka dhe gjeste, bën dhe gjeste. Locking all doors. Just in case we didn't know and then okay, se sfokusohem dot tash. Që i kopjon detyrat e shtëpisë. Bëj, po jo njësoj, lutem. Identik njësoj. Domethënë, ti ndryshon në fjalë, po është komplet identik kopje. Ndodhet edhe kështu. Kur të kthehemi, do t'ju tregoj. Mos e thuaj që ke marrë të binjakët nga Australia. Jo, kush nuk donte një binjak ose binjake të tillë. Më kupton se ti mund të jesh në punë, duke thënë gjërat e tua, duke bërë punën tënde dhe binjaku tjetër mund të jetë në shtëpi duke ju përgjigjur fëmijëve, gruas apo diu. Më kupton? Sikur të ishit në dy vende të ndryshme dhe të thoshit të njëjtat gjëra. Kam shok binjak identik dhe kanë bërë provime të njëri tjetrit për shembull. Po. E bukur. Se si dallojnë dot fare njerëzit. Njëra mund të duke i folur qenin, tjetra burrit, edhe se si mund të shkojë ajo bisedë. Po gjithsesi, okay, do të shkojmë kur të kthehemi. Çfarë tregon ngjyra e makinës që keni zgjedhur për ju? Po, psikologjia e ngjyrave të makinave vetëm pas. Le të shikojmë. Nuk e di nëse ju keni zgjedhur makinën tuaj me ndërgjegje të plot në kuptimin e ngjyrës, apo ka qenë një ofertë e mirë, një moment i dur, e keni trashëguar nga dikush në familje e çfarë. Edhe ju s'keni pasur fare gisht tek ngjyra. Kështu që në rast se ju ka rastisur ashtu, atëherë kjo s'është për ju, por në rast se keni zgjedhur ngjyrën vet, mund t'ju thotë diçka. Sepse psikologët gjykojnë që ngjyra e zezë, kur makina juaj është në ngjyrë të zezë, tregon që elegancë dhe sofistikim. Okej, përveç kur është vera që mund të jetë ngjyra e zezë është elegancë dhe sofistikim. Është për njerëz që kanë pushtet dhe që duan të tregojnë këtë pushtet edhe përmes së makinës së tyre. Ngjyra e bardhë, vajza. Është pastërti dhe modernitet. Bravo. Po, dhe nëse je nga Patosi dhe nga Ballçi, e ke një makinë të bardhë. Të bardhë, edhe në Turqi. Nuk e di pse në Turqi ndoshta prej Bambës, kamere, në Turqi gjithë makinat ishin bardha, po. Pastaj kemi në ngjyrën blu, nëse makina juaj është blu, kjo reflekton qetësi dhe besueshmëri. Bluja, po, si ngjyrë. E kuqja është energji dhe pasion. Energji dhe pasion. Dhe mënyra se si njerëzit ngasin rrotull një makine që është e kuqe, fjala vjen në autostradë, është ndryshe.
Domethënë sepse njerëzit ndikon, jo vetëm mendojnë diçka për personalitetin tuaj kur i shikojnë makinë, por edhe sjellja e tyre ndaj jush varet ndonjëherë nga ngjyra e makinës tuaj. Këtu zakonisht me thënë drejtën ndryshon sjellja në raport të brendit të makinës. Sa shtrenjtë është makina. Po, mund të jetë edhe ajo, patjetër. Po për shembull kur flasim për një biznesmen, për shembull që ka një makinë të kuqe, kjo tregon ambicie. Në botën e biznesit, kupton se zakonisht biznesmenët mund të kenë të zeza apo blu apo kështu, por kur e ke të kuqe je një biznesmen i pangopur ose ambicioz. Ose je participant. Po, nuk ngopesh me lek, do të dalin lekët me ballet. E gjelbërta. Natyrë dhe ekuilibër. Çfarë rastisim këtë, më thënë? Jo, më pak e përdorur, ngjyra e gjelbërt dhe ka pasaj edhe nuanca të ndryshme të gjelbërt, se kjo për shembull. Po, është shumë e fortë. Si jeshillik. Atë gjelbër aty. Po e gjelbërta ka të bëjë me natyrën, ka të bëjë me ekuilibrin, edhe këtë. Pastaj kemi Green more at luta. Por vetëm green se ke makinat gri. Gria e argjend. Me çfarë thot? Modernitet dhe inovacion. Dhe për njerëzit që kanë makina gri, thonë ata, janë njerëzit që kanë edhe inteligjencën më të lartë zakonisht. Janë njerëzit që zgjedhin makinën gri. Se jemi ka zgjuar, nuk e kuptoj. Por kështu është dhe ata që zgjedhin makina kafe, sipas tyre janë njerëzit që kanë më pak nëse, okay. Më pak njerëzi, më pak para. E kundërta atyre që ata që zgjedhin green janë shumë inteligjent, ata që zgjedhin kafen janë në spektrin e kundërt. S'po them çfarë do të thotë kjo. Dhe në fund fare e verdha është optimizëm dhe vëmendje. Po ka makina sportive. Shumë optimist janë taksistët shqiptarë. Domos kur i bën taksi. Do gjithmonë shumë të zemëruar, po. Gjithmonë kanë një gjë për të thënë. Kështu që na tregoni juve si rastisët, pra jeni të sofistikuar me klasë, jeni të ekuilibruar, ku do të thotë çfarë? Apo jeni të zgjuar se ndonjë ata që e ke makinën gri, që do e lyejm tani, do e bëjmë të bardhë. Për arsye. Se më çeu juve gria ishte më e bukur. Po, ishte. Po unë dëgjova që kishte gri dhe e rregullove ti. Edhe zeza është keq.